Pas disa javësh në kërkim, Kamber Sulçaj, 48 vjeç, u dorëzua në policinë e Gjirokastrës pas negociatave të gjata me uniformat blu. Ai është i dyshuari si autor i vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarchi, 44 vjeç. Ngjarja ndodhur në 26 shtator në fshatin Salari të Tepelenës. Sipas burimeve policore, gjatë dorëzimit Sulçaj ka pranuar të dorëzojë dhe armën e krimit, një armë gjau me cilën dyshohet se është kryer ekzekutimi. Nga hetimet paraprake rezulton se gjithçka nisi nga një debat i çastit për dritat e gjata të makinës që përfundoi tragjikisht. Sipas dëshmive, rreth mesnatës, automjeti i biznesmenit italian u përball në rrugën rurale Nivic Salari në makinën që drejtonte Sulçaj. Pas një konflikti verbal, autori dyshuar ka qelluar me armë gjau në drejtim të automjetit ku ndodheshin Sarchi dhe 2 miqtë e tij, duke e lënë të vdekur në vend 44 vjeçarin italian. Pas krimit, Sulçaj u largua nga vendi i ngjarjes dhe e la makinën e tij të braktisur pra një stani në zonën malore. Nga kontrollet e kryera në banesën e tij dhe të familjarëve në Vlorë, policia gjeti dhe sekuestroi 25.000 euro, disa armë gjahu, fara kanabisi dhe 2 kasaforta që aktualisht po verifikohen në kuadër të hetimeve për pastrim parash dhe armbajtje pa leje. Ndërkohë, mediat italiane kanë ngritur dyshime për rrethanat e tjera të ngjarjes, duke shkruar se mund të mos ketë qenë një vrasje e momentit, por një pritje përgatitur ndaj biznesmenit i cili prej disa vitesh kishte aktivitete tregtare në Shqipëri. Hetimet po vijojnë për të zbardhur motivet e sakta të krimit dhe për të verifikuar versione të ndryshme të ngjarjes që tronjiti Tepelenën dhe mori hon edhe në mediat italiane.